jemi dënuar me gjoba, na kanë urdhëruar dalim jashtë, nuk na janë pranuar kërkesat. Gjykata është mbi palët, është trajtuar me një qëndrim preferencial prokuroria në parashtrim në kërkesave. To ndodhi, kanë qenë gazetarët pranishëm, kanë ndodhur në procesin plumbimjar. Dhe të panderur i kanë parë vetë këto gjë. Gjë që kanë ndikuar pastaj edhe në anën psikologjike dhe subjektive të panderëve të gjithë dhe të klientit tim mbrojtur prej meje. Ka parë vetëm pas shpresë dhe ka marrë veprime ekstreme. Ndoshta po ja bëj të treve, po me që ju jeni për arsye se e mbroni e Tleva për shkak të detyrës, punës si gazetare. Pra ka një armiqësi midis Nuredin Dumanit dhe Altin Docit, që Dumani e përmend të paktën se tashmë është fakt i njohur botërisht sipas Nuredin Dumanit, po me çfarë kuptohet në fakt nga ajo që apo është afërsia e tij me Talo Çelën. Jo vetëm ajo. Po, është edhe fakti që doli në skenë që Nuredin Dumani do vriste Altin Docin. Doli nga dëshmi të tjera pastaj. Po përse pra? Po sepse punonte edhe për Erion Alibejin. Dhe Erion Alibej e thotë edhe në dëshminë e tij që i kisha identifikuar para se të bisedoja me Nuredin Dumanin, se kush ishin persona që kanë marrë pjesë në atentatin që u vra vllai i tij në Bradashesh bashkë me shtetesin turk dhe Xhaxhain, dhe i thot me emra që kanë qenë të tre, Altin Doci, Besmir Haxhia dhe Talo Çela që kanë qenë në timon. Por e kisha me dyshim faktin që ishte apo jo Dashnor Dumani, pra vllai i Nuredin Dumani. Çfarë rezulton në venderuar nga Sky për këtë fakt? Dhe Nuredin Dumani më pas e thot edhe veç që ka qenë edhe vllai im, por nuk ka qelluar. Domethënë, a thot vërtet apo jo? Këtë nuk e di. Kur e ka thënë? Në gjykat pra. Kur ka thënë, kur ka firmuar marrëveshjen e bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Me që ju e nderuar parashtruar që një pak dosën, po ta shikoni pak me kujdes, në një moment caktuar, nuk po përmend emra, po një nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, në komunikim me vllain e vet, i thotë do t'i bim Talo Çelës dhe Altin Docit, se këta do mbysim. Dhe ti mos pranon ajo që ke qenë ekzekutorët e rastit Bradasheshit. Këto i keni në Sky. Shiko, rrëfimet e bashkëpunëtorëve të drejtësisë unë jam e bindur dhe e di që nuk janë vënë të plota ju si avokat, si palë mbrojtëse, kjo dhe me kërkesë të vetë bashkëpunëtorëve, sepse ata kanë përmendur edhe emra të tjerë që nuk janë në procesin ku zhvillohen gjyqi për këta persona që janë të akuzuar, janë në dosje të tjera. Dhe me këtë arsye tim është vendosur që jo gjithë deklarimet e tyre t'u vijnë dispozicion avokatëve të akuzuarve. Shiko, qëllimi im si mbrojtës, në fakt, dhe si qytetarë që jemi kuptueshëm për publikun, prandaj nuk po hyj shumë në pjesë teknike. Fakti është që ne kemi një legjislacion të caktuar, qoftë për rolin e bashkëpunëtorit dhe se si përvohen thëniet e tij, ne jemi ashtu si relatuar dhe ju jemi në kuadër thënieve të këtyre shtetasve. Ta shtetas ka mbajtur dhe rezerva vetë, por këtyre të paktën këtyre të dyve dhe tashmë nuk e shequr statusi, siç e shequr Klevi Sallës, Enrik Hoxhës, që sipas pagun mbajtën rezerva. Pra nga vetë goja Nuredin Dumanit ka dalë që më shumë se 3 apo 4 herë kam ndërmarrë veprime për të vrarë Altin Docin qoftë në burg. Pra jeta Altin Docit ka qenë rrezikuar edhe në burg. Dhe nuk janë ngritur akuza për këto fakte penale. Po, është edhe një episod që diskutohet edhe në Sky që është çuar ushqim dhe ky ka refuzuar. Në koordinimin me Nuredin Dumanin, Erion Alibejin ka pas persona pafund përfshirë, asnjëri nuk ka akuzë. Pra këtu është goditur një krah i caktuar. Për t'u kthyer dhe për të dhënë përgjigje asaj që relatoi Sokoli, në fakt, Nuredin Dumani nuk ka qenë një shok me Altin Docin. Sipas deklarimeve të tyre, në fakt, dhe çfarë ne kemi parë aty në gjyq dhe nga aktet del që ka pas një njohje ndërmjet vllait Nuredinit Dashnor Dumani me Talo Çelën dhe Altin Docin, duke qenë se ai është qyteti i Durrësit. Dhe nga Nuredini është pretenduar që kanë pas një konflikt fizik ndërmjet Altin Docit dhe Dashnor Dumanit për çështje personale të tyre me njëri tjetrin. Ndërkohë personalisht pra gjithë ky proces plumbjar që është po ju vetë keni folur me po dhe këtë konfliktin fizik nuk del vetëm nga Nuredin Dumani. Konflikti fizik që Altin Doci ka pasur me Dashnor Dumanin del edhe nga bisedat në Sky që kanë zhvilluar antarë të grupit ku është pjesë edhe i dyshuari. Do ta përfundoj, por unë prandaj thash një konflikt personal midis njëri tjetrit se dy persona që njihesin. Dhe akoma nuk ka dalë realisht dhe të jetë provuar se për çka ka qenë konflikt. Por konflikt që ka qenë izoluar midis këtyre dy personave dhe që nuk lidhej me marrëdhënien ndërmjet Talo Çelës dhe Nuredin Dumanit. Motivi dhe akmarrja, le të themi ligjore që i ka bërë tashmë Nuredin Dumanit duke i futur si bashkëpunëtor në procesin plumbimar të gjitha që ka marrë panderu, ka qenë fakti që shumicën prej tyre ka dashur të vrasi, sepse tha o do vritem unë dhe vllai im o do i vrasëm këta të gjithë, qoftë për interes, se ka pranuar vetë këtë. Pra për vrasje që ka kryer, ka marrë dhe pagesat për kace dhe ka paguar dhe bashkëpunëtorët e tjerë. Dhe fakti që ka pas një konflikt personal që ka qenë dhe intim midis Nuredin Dumanit dhe Talo Çelës, që Nuredin Dumani nuk e tregon, bashkëpunëtorët e tjerë kanë treguar. Dhe për punë parash dhe borxhesh, pra marrëdhënia dhe inati ka qenë personal ndërmjet Nuredin Dumanit, jo ka qenë më shumë.
Unë lexova një lajm një gazetari që parë për 500.000 euro, në fakt, sa kishte nxjerrë. Tani unë them çka kam lexuar në dosje, nuk Po që i referohet deklarimit e Eriona Libeta, i gazetari, nuk e di sa saktë është, sepse neve edhe deklarimet, që kjo është për të thënë, nuk ne kanë dhënë të plota të bashkëpunëtorëve drejtësisë. Këtë thash dhe unë, që nuk ja kanë dhënë të plota. Po metuar rasti i parë që ndodh në jurisprudencën shqiptare që neve na vën deklarime, që për të bërë kundërshtim dëshmie të ometuara, pa me ndërhyrje, që nuk mund përdoret si provë, pra ka shumë gjëra që nuk shkojnë këtë proces. A duhet hetohen? Po. A duhet provohet me prova që një person është i fajshëm apo jo? Po. Ne nuk jemi në atë fazë. I ka plas shpirti Altin Docit, ka gjetë derën, ka ik. Nuk është rasti i parë që neglizhojnë. Ora, këto nuk do e bënte vetëm Altini, se çdo njeri që ndodhet në burg ato mendon të parën. Që ka gjetur derën, që ja lan derën hapur. Nuk ja lan, e ka gjetur. Ashtu ndodh për ditë, ne merremi për ditë me burg. Nuk e di nëse ja, ju lutem. Jo nëse e ka videon që ka dalë sot që tregon momentin kur Altin Doci vjen i shoqëruar nga policia me ambulancë për në spitalin e Durrësit, nëse e keni... Po, që ka qenë pa pranga, ajo shkelje nga momenti që zbret deri te spitali. Por edhe fakti që është me një ambulancë thjesht nuk është... Nga dera e autoblinit. Po ne kemi ja e ke pamen, që ne kemi patur drejtues burgjeve djem program, cilët tanë ne kemi futur dhe në banjo, me të lidhur me pranga, një dorë me pranga, jo nuk është shkelje. Nuk është e qartë. Ka një VKM, duhen 3 punojës policie që njëri të ketë dorën e Po ja pra shive dorën, i ketë 2 duart e mirë. Ne kemi ndëruar, ne kemi një rregullore të burgjeve që përcakton shumë qartë se si duhet operojnë. Gjeti ti si avokat, të plasi gazetar. Në mënyrë më absolute, ti si avokat, jenë drejtën tënde tuar që është unë personalisht, unë shikoj, i panshëm jam. Po s'ke si tjerë, se ka shkelje në planifikimin e avokat mbrojtës së shaltë, nuk kam fare interesa në... Dakor, je si avokat. Në kontekst në mbrojtjes për Altin Doci. Si avokat, të më të ne shikon që si avokat. Ajo që unë shikoj aty... ajo është me duart e lira. Po pra, ajo që shikoj unë aty nuk është e qartë që është me duart lira apo nuk është me duart lira. Por edhe nëse do të ishte me duart lira, Altin Doci është shoqëruar deri në dhomën ku do të vendoset, do të kryet kontrollet mjekësore. Kështu që nuk mund të themi që kemi një që nëse ai është i palidur me pranga me dorën e policës. Që ta supozojmë, nuk mund të themi që ta supozojmë që kjo është një situatë... Shiko, kur merren masat e sigurisë për persona të tillë, nuk merren vetëm për faktin që ai do iki. Të shoqëruar me pranga janë. Merren edhe për faktin që personi fjalë për Altin Doci, siç deri edhe nga biseda, edhe me avokatin, edhe nga Docit, ka qenë një person i kërcënuar për të vrarë nga persona nga persona të rrezikshëm edhe brenda në burg. Në thotë leva për ushquar dhe një ushqim cilin ai e ka refuzuar. Pra, një person i tillë, i cili është rrezikuar të eliminohet fizikisht në një ambient publik ku mund ta goditen dhe të tjerë për këtë arsye, të tjerë të pafajshëm, sigurisht që çohet me masa mbrojtëse. Pra, ti nuk mund ta lesh një person të tillë, them unë, në burgun e Durrësit. Ka protokoll të posaçëm. Në burgun e Durrësit, ndërkohë që ti le për shembull i lir metën e 313. Ne ju e dini vetë, jeni avokat, që persona të tillë rrin në burgjet sigurisht pak më të lartë, siç është 313. Po, para burgimit se me vendim gjykate përcaktohet siguria. Ideja është kjo, po të shikojmë ato video që ju shfaqet, por edhe që kemi parë, aty mund të ketë neglizhencë në mënyrën e marrjes masave. Në 2022-shin, Këshilli i Ministrave ka miratuar rregulloren e përgjithshme të burgjeve, dhe aty ka 2 dispozita që përcaktojnë qartë se çfarë masash duhet merren. Duhet të jetë i prangosur kur është i ulur në automjet me cilin transportohet apo shoqërohet dhe me duart para, por kur është në spital, duhet të jetë mbikëqyrjen e punojësit të sigurisë, jo më pak se 3 punojës policie, duhet shoqërohet nga mjeku ose nga ndihmës mjeku, që në rastin konkret edhe kur shkon në tualet, do t'jetë pa pranga në spital, sepse dëgjova që akuzonin jo pse kanë mbajt pa pranga, vetëm kur ka rrezikshme. Jo, pa pranga në rrugë. Këtu në rrugë është pa pranga. Pastaj sigurisht kur shkojë te mjeku, sigurisht ai do jetë i prangosur, patjetër. Në automjet duhet të ketë pranga, duhet të ketë duart para, në spital duhet të jetë pa pranga. Në spital brenda, tek dhomët, te doktorët. Po jo rrugës kur shkon nga aty. Si s'ka ndodhur që ishte edhe i paprangosur brenda. Pastaj edhe fakti që e presin, le ta themi që ka që ishte një aksion i mirë organizuar i largimit. Por duhet kuptoni që largimi nga vendi i zbuhet dënimin në raport me veprat penale që tash ti shtetet si atribuohen, por dhe të tjera nuk është një vepër penale që paraqet rrezikshme i lartë shoqërore sipas legjislacionit tonë. Jo, unë thash për faktin që ai është i kërcënuar, edhe i kërcënuar, apo ju vetë tha që është kërcënuar dhe brenda në burg. I ka dhe po hetohet. Po pra, personalisht drejt për drejt, ai personalisht, pagën një intime drejt për drejt vetë, jo.
ka të dhëna dhe spaku ka hetuar dhe është pranuar edhe vetë nga bashkëpunëtorët e drejtësie që kanë dashur ta vrasin dhe të ndodhi. Madje kanë dashur ta vrasin kur ka qenë me bashortën dhe shtatzan muajt 5 me bashortën makinë, por nuk e kanë realizuar dot. Pra, nuk mund të shikohet një subjekt aktiv i një vepre penale vetëm si kriminal, vetëm si vrasës. Pra ju thoni, arratia e tij lidhet me faktin që ai ka humbur besimin tek drejtësia. Po më nderuar se procesi punë mbi art është shndruar një proces qesharak, por nuk e ekspozon njëri. Aty po mohohen gjitha drejtat që mund kenë të pandehurit. Madje kanë rënë klapi dhe ata që rrinë vetë aty, se në fillim kërkonin dhe drejtat, ngrihin kërkonin fjalën, dhe ata të pandehurit e tjerë që janë përmendur aty dhe që janë burg vetëm i deklarim. Tani e kanë ndarë mendjen, kanë deleguar 3 gjyqtarë aty që nuk kanë qenë fakt, se tashmë mbas edhe janë bërë 2 prej tyre, të gjykatës posaçme. Kanë ardhur, morën atë detyrën, avokatët i nxin. Tani avokati detyrën profesionale ka të bëjë mbrojtje efektive, drejtën e fjalës. Fjalën s'mund t'ja marrësh. Neve këtë drejtë s'na kanë lejuar. Dhe këto janë pasojat sot. Sepse kjo ka ndikuar dhe në mënyrë se si Altin Dosi ka parë mbarvajtjen e procesit. Janë shtuar dyshime për akuzat të reja, janë atribuar pseudonime, pa prova konkrete drejt për drejta, ne jemi në kuadër dyshimeve sepse ai ka masa sigurimi, tashmë një çështje është gjykuar, tjetra po dërgohet për gjyq. Këtu jemi pra me këto 2 çështje. Kjo është për sa i përket profilit që ka Altin Dosi. Dhe se Altin Dosi po t'i marrim t'i analizojmë ka dhe shumë tjera. Okej, do të shkojmë ndërprer shkurt publicitare, sigurisht do flasim pak edhe me 2 avokatët këtu edhe për faktin që dëgjojmë gjithnjë më shpesh nga shumë procese gjyqësore që puna e tyre është vështirësuar. Do rikthehemi dhe do flasim gjithashtu edhe për një vendim të rëndësishëm që ka marrë gjykata kushtetuese sot, e cila themi favorizon ato që në fakt duhet të jetë në thelb edhe një shoqëri themi moderne demokratike. Të drejtat e individit pavarësisht në cilën gjendje penale gjendet ai. Rikthehemi pas pak.